Gjitha falënderimet dhe lavdërimet I takojnë vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Ndërsa selamet dhe salavatit ja dërgoj Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes tij të ndershme, shokëve të tij besnikë dhe gjithë ata të cilët mundohen që ta pasojnë sunetin e tij deri ditën e gjykimit. Me lejen Allah subhanahu wa ta'ala sot do të flasim rreth temës se cilat janë parimet e muslimanit. Dhe parimet e besimtarit janë 3. Mirë po, si guxon dikush që në këtë dunja t'jeton pa parime, t'jeton pa themele, sepse çdo send këtë botë e dim që ka themele, sikur shtëpia që I ka themelet e saj, sikur se familja I cila I ka rregullat dhe të parimet e saj. E si guxon besimtari që këtë fe ta ngrit pa themele të forta, të mundohet ta mban pa themele të cilat nuk I din as vet. Prandaj është obligimi I secilit musliman që ta dinë se cilat janë themelet e fesë tij dhe ta ruan këtë fe, dhe kur të hynë në varr, t'ju përgjigjet atyre pyetjeve. Dhe këta parime janë njohja e Allahut subhanahu wa ta'ala, njohja e fesë islame, dhe e fundit është njohja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, shpesh herë keq kuptojnë njerëzit se me njohjen e këtyre 3 parimeve mendojnë se mjafton. Mirë po asesi. Njohja duhet ta shtin besimtarin në vepra. Kur ta njohet diçka, duhet pastaj edhe në praktik. Sepse praktika është vërtetimi I asaj cilën e ka mësuar. Asaj cilës e ka marrë informatën, është informuar mbi atë. Sepse nëse e dim se vetëm Allah ekziston dhe nuk e adhurojmë, atëherë kjo dija është e kotë. Nëse e dim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është I dërguar I Allahut dhe kemi obligim pasimin e tij dhe nuk e pasojmë, atëherë kena defekt. Nëse fenë islame vetëm e mësojmë sipërfaqësisht dhe nuk e praktikojmë atë dhe rregullat e saj, atëherë nuk kena hyrë fena. Na vetëm kena marrë njohuri rreth saj. Sepse praktika është vula e njohurive. Pjesa e parë apo parimi I parë është njohja e Allahut subhanahu wa ta'ala. Çfarë nën kuptojmë me njohjen e Allahut azza wa xal? Nën kuptojmë adhurimin dhe ta dimë se nuk ka zot tjetër posa Allahut I cili e meriton adhurimin. Dhe me njoft Allahun subhanahu wa ta'ala sikurse krijues, furnizues, me adhuru Allahun azza wa xal me tauhid pastërt, pa I bërë shok atij në adhurim. Kjo është e para. Argument për këtë është fjala Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk I krijova gjindët dhe njerëzit vetëm të më adhurojnë. Ta adhurojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Kjo është qëllimi jonë, cilën ne jemi krijuar si besimtar. Si njerëz në fakt. Mirë po pastaj ne patjetër që duhet t'i nënshtrohemi Allah subhanahu wa ta'ala me adhurim. Ajeti tjetër argument për këtë është fjala Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim." Zoti juaj është një dhe I vetëm, e nuk ka të adhuruarve përveç Tij. Andaj, patjetër që besimtari duhet ta dinë se nuk ka zot tjetër I cili e meriton adhurimin përveç Allahut azza wa xal. Sepse mund të ketë zota të tjerë shumë, mirë po meritor për adhurim është vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj, argument nga suneti e kemi fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku transmetohet dhe thot: "E drejta e Allahut mbi robërit e Tij është që ata ta adhurojnë vetëm atë dhe të mos I bëjnë shirk Allahut subhanahu wa ta'ala." Të mos I bëjnë shirk Allahut azza wa xal në ibadet. E si realizohet kjo në praktik? Për shkak se në teori pe e kuptojmë mirë, për në praktik është që çdo adhurim cilën ne e bëjmë, ta kemi synim vetëm Allahun subhanahu wa ta'ala. Sikurse namazi, sikurse duaja, sikurse shumë vepra tjera të mira, ibadete, zekati, agjerimi, haxhi kështu me radhë, të jetë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Kërkim ndihmë të jetë vetëm prej Allahut azza wa xal. Kjo është ajo në praktikë e cila duhet vendoset njohja e Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj, kur të realizohet kjo, robi vetëse e ka ndërtu themelin e parë. Edhe pas themelit parë,
vjen themeli i dytë, i cili është ma'rifatu dinul islam, njohja e fesë islame. Njohja e fesë islame, çka do thotë, si e kanë përkufizuar dietarët këtë? Kanë thënë el-islam huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-bara'atu min ash-shirk. Thot islam do të thotë nënshtrim, dorëzim Allahut azza wa jall me njësimin e tij, me tauhid. Pastaj largim, do të thotë nënshtrim me bindje, dhe pastaj e fundit është largimi nga shirku dhe pasuesit e shirkut, apo idhëtarët e shirkut. Sepse shpesh herë është keq transmetuar, është keq informuar tek ne se islam do të thotë paqe. Jo, nuk është ashtu, për shkak se islam do të thotë nënshtrim ndaj Allahut subhanahu wa taala me adhurim. Andaj kjo është ajo e sakta e cila e kanë përmendur dietarët, se islam do të thotë nënshtrim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Argument për këtë është fjala e Allahut subhanahu wa taala, inna dina inda Allahi l-islam. Feja vetëm e pranuar tek Allahu azza wa jall është Islami, sepse gjithë këta fe të tjera janë shpike. Asnjë nuk janë zbritura prej Allahut azza wa jall. Andaj, gjithë synimi edhe thirrja e pejgamberëve cila ishte ta adhurojnë Allahun dhe t'i largojnë shirkut. Kjo ishte e vetmja thirrje pejgamberike, dhe ne duhet këta të transmetojmë me emanetin më të madh. Ajeti tjetër në cilin Allah subhanahu wa taala thot: "Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin." Allah azza wa jall thot, kush kërkon fe tjetër përveç islamit, nuk do t'i pranohet, dhe në ahiret ai do të jetë prej të humburve. Për shkak se feja e zbritur prej Allah subhanahu wa taala është vetëm Islami. Andaj kushdo që vjen me diçka tjetër jashtë islamit, ai ka ardhur me një bidat të ri. Dhe ky bidat Allahu na rujt çon humbje, çon prej khasirinëve në yaumul qiyame, ditën e gjykimit, prej atyre të humburve. Edhe të humburit janë ata të cilët Allahu na rujt hyjnë në xhehenem. Prandaj besimtari mëson fenë e vet dhe nuk e lën me humb fenë e vet. Për shkak se humbja e fesë është humbja e dunjos dhe ahiretit, dhe përfundimi i saj është xhehenemi, Allahu na rujt. Argument tjetër për këtë është edhe hadithi i njohur i Xhibrilit alayhi salam, i cili erdhi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e pyeti se çka është Islami. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, Islami është që të dëshmosh se nuk ka të adhuruar me merit tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i tij, ta falësh namazin, ta japësh zakatin, ta xherosh Ramazanin dhe ta bësh haxhin nëse ke mundësi. Kjo është Islami në cilin ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe nivelet e fejes ndahen në 3 grupe. Është Islami, e cila është adhurimet e jashtme, imani, adhurimet e brendshme, dhe ihsani është kulminacioni i adhurimeve. Andaj besimtari duhet të mundohet që të arrijë çdo herë atë më të lartën, e cila është ihsani. E nëse nuk mundet të arrijë, atëherë tjetë prej mu'mininëve, prej besimtarëve. Dhe kjo është ajo me cilën na ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që neve të na mëson fen në cilën e ka zbritur Allahu subhanahu wa taala. Mirë po, si zbatohet edhe kjo në praktik, edhe kjo po ashtu Islami në praktik zbatohet në kryerjen e obligimeve të cilat Allahu azza wa jalla na i ka obligu, largimin nga haramet të cilat Allahu azza wa jalla na ka paralajmëruar, dhe pasimin e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pas kësaj vjen njohja apo parimi i tretë, themeli i tretë, në cilin besimtari duhet patjetër që ta plotëson, sepse mungesa e një parimit, mungesa e një themelit i rënon dyjat. Nuk mundet dikush të thotë unë pe besoj Allahun azza wa jall, edhe pe praktikoj Islamin, mirë po nuk pe pranoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka mundësi. Ose njërin prej këtyre trijave. Këto janë të ndërlidhura. Nëse bjen njëna, bin të trijat. Andaj ma'rifetun nabi Muhammedun sallallahu alaihi wasallam, njohja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i biri Abdullahut,
e Abdullah është i biri Abdul Mutalibit e kështu me radhë. Dhe është i dërguari i fundit tek njerëzimit prej pejgamberëve. Dhe është vula e pejgamberëve. Nuk ka pejgamber më pas tij. Çfarë thot Allah subhanahu wa taala në Kur'an për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Ma kana Muhammedun aba ahadin min ar-rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli shay'in aliman. Muhamedi nuk është babai askujt prej burrave të juaj, por është i dërguari i Allahut dhe vula e pejgamberëve. Dhe Allahu është i dijshëm për çdo gjë. Andaj Allah subhanahu wa taala në Kur'an na paska treguar se pejgamberi alayhis salam nuk duhet të adhurohet, për shkak se ai është një prej njerëzve. Mirë po është i dërguari i Allahut në tokë dhe ju duhet ta pasoni ata. Dhe dijeni se pas tij nuk ka më pejgamber. Me këtë pejgamber vuloset e gjithë vula, kjo është vula e pejgamberëve, për shkak se pas tij kushdo që vjen, ai është rëncak dhe është gënjeshtari i madh, për shkak se Allah azza xal na tregoi se është vula e pejgamberëve. Po ashtu Allah subhanahu wa taala na tregon Kur'an dhe thot: "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira, walakin akthara an-nasi la ya'lamun." Thot ty o Muhammed nuk të kena dërguar tjetër vetëse paralajmërues edhe përgëzues për njerëzimin. Mirë po, shumica e njerëzve nuk e din. A nuk e din se si ka ardhur informacioni? Jo. Mirë po nuk dojnë me pranu. Për shkak se me pranu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si pejgamber, atëherë ti duhesh askan tjetër të mos ta besosh për si pejgamber. Duhet ta adhurosh vetëm Allahun, duhet ta njësosh Allahun subhanahu wa taala kështu me radhë, ashtu siç ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për shkak se mushrikët e Mekës e dinin. Dhe vallahi kishin bindje se ai është i dërguar i Allahut. Ama nuk e pranonin shkaku i mllëfit, shkaku i natit. Dhe kjo ishte për ata të cilët se pranuan. Mirë po patjetër ne si besimtar e kena obligim që nëse dëshirojmë të jemi prej atyre të cilët ju kemi përgjigjur, ju kemi bindur Allahut, duhet të bindemi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe Allah subhanahu wa taala në Kur'an thot: "Men yuti ar-rasul faqad ata Allah." Thot e kush i bindet dërguarit Allahut, vetë se i është bindur Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka mundësi dikush thotë se ju kum bind Allahut, përveç se pas pasimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është kusht. Kush nuk e ka plotësuar, atëherë nuk ka mundësi që t'ju ketë bindur Allah subhanahu wa taala plotësisht. Dhe tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ne duhet të jemi të sinqertë dhe të jemi të kujdesshëm në pasimin e tij, sepse pejgamberi alaihi salam duhet ta duam më shumë se vetët tona, më shumë se familjet tona, më shumë se çdo sen që ne kemi. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam erdhi me një mesazh të qartë, mesazh i cili neve na ka nxjerrur nga errësira e kufrit, shirkut, në dritën e tauhidit, në dritën e udhëzimit. Kjo është më e mira dhe më e dobishme për ata. Sepse nëse ne kishme qenë humbje dhe i kërkojmë Allahut mbrojtje prej humbjes dhe dalaletit, nëse me kishme çka tu kish dash ti dunjaja dhe çka kanë ta, për shkak se një ditë kemë vdekë dhe kemë dalë para Allahut subhanahu wa taala. Mirë po kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kemi si udhërrëfyes, atëherë ne e pasojmë atë hap pas hapi dhe jemi në rrugën e sigurt. Mirë po pse besimtari duhet, e kuptum që duhet t'i mëson këto tri parimet, t'i njëson, t'i punon, dhe cila është dobia e këtyre parimeve në varr. Për shkak se ashtu siç është transmetuar në hadithin e saktë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kur njeriu dvorroset, vendoset në varr dhe i vin 2 melek. Hadithi është i gatë, mirë po ne do t'i transmetojmë vetëm ajo e cila në nevojitet për temën. Do t'i vin 2 melek dhe do ta pyesin se kush është Zoti yt, kush është feja jote dhe kush është dërguar tek ti si pejgamber. Ai besimtari i cili në dunjë i ka ndërtuar këto themele dhe i ka mbajt vazhdimisht, e ka adhuruar Allahun azza wa xal, e ka njoft Allahun azza wa xal, e ka mësuar Islamin, e ka praktikuar Islamin, e ka njoft pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e ka pasuar ata, besimtari do të përgjigjet shumë lehtë në varr. Thot
Zoti jam ka qenë Allahu subhanahu wa taala. Feja ime ka qenë Islami. Dhe pejgamberi im ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pastaj kur të shpëton prej këtyre, kur ti kalon këtë pyetje me sukses, atëherë e sheh inshallah vendin e tij në xhenet. Mirë, po çfarë ndodh me ata i cili vetëm i kanë dëgjuar këto si informacione, të cilat e përmendëm, se nuk mjafton vetëm informacioni. Thot kush është Zoti yt? Ashtu siç transmetohet, thot nuk e din, nuk mundet më u përgjigj. Kush është feja jote? Vazhdon të njëjtën, nuk mundet më u përgjigj. Kush është pejgamberi jot? Kena dëgju mirë, po s'mundet me përgjigj. Pse? Se nuk i ka jetësu këto triparime, vllazni. E mos jetësimi këtyre triparimeve, ty të ban nesër Allahu na rujt, kur nuk mundesh me u përgjigj në varr, e sheh vendin tanë, pastaj rezultati i kësajna, vendin tanë në xhehenem, Allahu na rujt. Sepse varri ose do të jetë kopsht prej kopshteve të xhenetit, ose do të jetë grop prej gropave të xhehenemit, Allahu na rujt. Andaj vëllezër dashur, besimtari është syçel, janë triparime të thjeshta. Mirë, po duhet ti njëson këta, duhet ti shtin praktik, duhet të punon me ta. Për shkak se nesër kur të hyjmë në varret tona, nesër do të hyjmë vet. Secili do të hyjë me punë të veta në varr. Ashtu siç transmetohet në hadith, se do të vjen banorit varrit, do t'i vjen një njeri me tesha të mira, tesha të bardha, era miske kështu me radhë, dhe thot kush është? Kush je ti, thot o njeri? Thot unë jam puna jote në dunja, thot. Do thot do ta ketë shoqërim këtë person të mirë. Unë jam puna jote në dunja e mirë, çka ke bë, thot. E ati jo besimtari dhe ati i cili nuk e ka plotsu këto triparime, thot i vjen një njeri me tesha të këqija, me erë të keqe, e kështu me radhë, do me thonë formën më të keqe të mundshme, thot kush je ti o njeri i keq, thot. Thot unë jam puna jote në dunja, thot çka ke bë. Andaj vëllezër dashur, duhet përgatitemi për takimin me Allah subhanahu wa taala. E këto triparime neve na i lehtësojnë takimin me Allah azza wa jall. Andaj, për këto triparime të cilat i kemi nxjerrur janë ajo të cilën Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ka shkruajtur libër për ta. Dhe ai libër sot shpjegohet, domethënë në mas të madhe, dhe është një ndër librat e parë në cilat fillon nxënësi i dijes kërkimin ta. Prandaj vëllezër dashur, lutna Allahun azza wa jall që Allah të na bën prej atyre të cilët jemi të shpëtuar në dunjë dhe në ahiret. Lutna Allahun subhanahu wa taala që Allah të na bën të mësojmë këto të parime dhe të jetësojmë këta. Të jetojmë me këta parime dhe të dalim Allahut azza wa jall faqe bardhë. Lusim Allahun azza wa jall që Allah të na i pranon neve çdo ibadet. Lusim Allahun azza wa jall që Allah të na bën prej atyre të cilët do të shpëtoj prej dënimit varrit. Lusim Allahun azza wa jall që kur të him varr, Allah të na i lehtëson këto përgjigje dhe të na i mëson Allah të përgjigjemi Allahut subhanahu wa taala. Ashtu si është i kënaqur Allah azza wa jall, aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwa ghafurur rahim.